Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim të hapur me deputetin e Partisë Konservatore në Parlamentin e Britanisë së Madhe dhe kryetarin e grupit të miqësisë Britani e Madhe Shqipëri, Martin Vickers. Gjatë takimit Berisha informoi deputetin britanik mbi situatën politike në vend. Të dashur miq, dje pas dite prita në takim zotin Martin Vickers, deputeti i Partisë Konservatore në Parlamentin e Britanisë së Madhe, mik i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit të miqësisë Britani e Madhe Shqipëri. Në këtë takim diskutuam gjerësisht për zhvillimet në Shqipëri, si narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, lidhjet e pasgjithshme të niveleve më të larta të pushtetit dhe vetit i Ramës me kartelet e drogës dhe organizatat kriminale, shtypjen e pluralizmit politik nga organet e narkoshtetit, ndjekjen dhe persekutimin nëpërmjet prokurorisë politike të drejtuesve të forcave kryesore politike të vendit, mohimin e të drejtave kushtetuese të deputetëve të opozitës në parlament. Në këtë takim e njoha deputetin britanik me pasojat shkatërrimtare të narko-eurove dhe narkodollarëve të karteleve të drogës në ekonominë shqiptare, si dhe rolin e tyre përcaktues në vendimarrje në rrugë, në qeveri, në parlament, në gjykata, polici dhe në çdo institucion të vendit, shkruan Berisha. Në takim mori pjesë edhe deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, antare e kryesisë së Partisë Demokratike dhe kryetare e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Nismat Qytetare.